Hajde moja doshe, hajde. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se gjita. Shumë qef me të prit. Faleminderit. Sa bukur po dukesh. Me ti faleminderit shumë. Hajde të ratohemi. Ulu, kush ta kalon emrin, tregom? Halla. Halla. As ka dish para emrit bukur me Leon. A ke dëgju ti shumë, se unë... Nuk e di shpesh edhe unë e thamë. Nuk ka shumë, pa merak. Puna e Ramazanit edhe dire sa... Apo atë mundësi me adoni hu me... Kryta jashtu, faleminderit. Me të thonë drejtën Bleron nuk është që kom një shumë aden, edhe shpesh edhe unë e thamë, a jena shumë të veçanta? Jemi, po i bujmë vetës shefin gjithë ditën. Edhe tjertë në thojnë, faleminderit. Qish po të shkon Ramazani? Mirë ka dojë zote, shumë mirë. E ke qësa vite kështu tradit që agjeron? Prej e vogëla? Qysh prisje moj men, familjaresht aden, edhe nuk pritoj as me bo si fyrin. Gjdo herë, unë jam ajo që baj si fyrin, i thiri antartë e familjes, edhe e kryna si fyrin mirë. Qka po përgatit më shumë? Normal, diçka let, qka preferohet për si fyr? Valla po, diçka let, qëto qka nuk të munojnë gjatë ditës, se normal. Tani në mbromje për iftar, diçka që jena ma undë. Diçka që ka normali me hungër. Atë ka rastis gjatë mujtë Ramazanit do njëherë me qenë eftume për të këndu dikon edhe me mbajt në një ndajt? Realisht jo. Edhe nuk kam qef ason vetë. Nuk ishe preferua si? Kam qef. Ramazani është Ramazan edhe kam qef me mojtë amam. Cilin e ke matë veçantin kështu që e mbanë mend ti? Ramazani? Do një prej viteve, po. Para 2 viteve. Para 2 viteve, pse? Dyqysh janë konkret familjar të vishin Kosovë, edhe të si cili familjar jemi kanë për iftar, janë kanë të na, edhe tash u kanë edhe kjo Ramazani tash që jemi, kur i kem pas krejt para një jave, më duket kështu, i kemi pas krejt nona kishke qef me i pas krejt grat, ashtu, motrat, kunatat, shoqet e krejt, i kemi bo bashk, në shpijen tonë 3 që tash po e gëzojmë, edhe kom pas qef me ja plëcu këtë dëshirë edhe jemi të bu. U kanë perfekt. Sa mirë. Kjo ka më mojtë menë. Momentet tila ku bashkohesh e që në fakt shumë rallë, ndështë për shkak dinamikës, jetës sot, shumë rallë përshihemi edhe me të ofërmi tonë që i kemi. Bleron, me të thonë drejtën, na jena familjar që të na vinë njerës të shumë. Edhe i falenderoj se, seriosisht, na jena hala ma traditën e vjetër aden që i presmi mosafirt me drejka, darka, aden, të na vinë pa prites. Se ka njëherë është edhe një, në varët ti që shqiprat, aden. E kam një fotografi këtu, që më thot i kemi premtu njëri tjetëri si vllai motër që kemi mja dal edhe ja dal, me realizuam ëndrën që i kishim për prindrit tonë, për shpin e re që e përmende. Emocion shumë i bukur kjo, a? Shumë. Bleron ju që na nuk i kemi pas kushtet. Elhamdulillah Zotit i kem, po unë e thjesht kom dasht... Qka po të emocionon më shumë? Fakti që ju, ti sot edhe vlau jeni krenar që keni arrit ta bëni këtë shtëpi? Realisht, prente me, nona jam është pak me një pjesë e vuni smuj prej tumorit. Edhe babi është që nuk ka mujt me punu një kohë për arsye që është i bom operacion në shpinë. Nona i ka pas 4 operacione, babi i ka pas 3, 2-3 me sa e di, edhe i kena kalu që to shumë keq. Edhe unë i kom premtu mirë, nona pak është ma e lekësht, prap e ka një kontrol që me sa më duket që i kanë thonë që prap ndoshta ka nismi u shfaq, edhe kur kom fillu në me karrierën tam Bleron, unë jem kanë që kom thonë sa s'ka me bo për vete, veç për familjen tam. Edhe ja kom nis me, nuk kom kanë dimu kërkush heq. Realisht, as printe me e kom cek edhe kam e cek to njetën që as printe me nuk i kom ngushtu as edhe një herd vetëm. Mi u thonë që sot e kam një projekt që shmeja dal, abëden, gjdo herë jem konë vetë që ja kom dal. Prej një kongës, normalisht na kem fitime edhe ajo nuk diskutohet, prej një kongës kom fillu tjetër kongë, edhe tani mas nej ju kom premtu edhe ju kom thonë që
as nuk kam më martu, as deri sa une, po, pa jo bo shpijën e re, edhe krejt ato kushte që ka une kom pas qef të një jetën. Edhe ja kom arrit, normalisht falë familjes. A ishte shpenzimi madh, një koste e madhe? Normalisht po, ama alhamdulillah Zotit, më rana 2 viteve e kom përfundu. Bravo, të lumt. Besoj që ata janë prindrit më krenar për vajzën, djalin e për gjithë familjen që kanë eduku. Cilat kanë qenë fjalët e tyre të para kur keni shkel shtëpi? Ose kur i ke tregu në fillim që donë me... E kanë ditë këta. Realisht, prej si jemi transferu me një shtëpi tjetër, kur jemi kanë bashkë me njerëz të babit, familjarët e babit, kur jemi transferu me një shtëpi tjetër, andra e mu kanë kja. Dhe me thonë, unë e kom thonë, okej, kena me njës një shpi, ama nana është gjithmonë ajo që asë njëherë nuk më ka thonë, me thonë, hajde bre se adin, qysh me thonë, në atë kuptimin, nuk më ka thonë kur për shambull me ma ngushtu shpirtin, adin me thonë, pse? Gjithmonë më ka thonë, kina me dollë, abëdin kina me dollë gjithë shka, ki me ba dhe shpijën edhe krejt. Kur s'na ka thonë, më na bo kiamet me një fjallë, abëdin për foli kështu shqiptarit aman, më na bo kiamet, abëdin. Sa her e shesha një shpijës e një dishka, abëdin që që shpi ka me bo. O veke, po shumë mirë jena, pse jetu e stresu vetin, adin. Nana është që më ka thonë, seriosisht edhe babi pa diskutim, adin, ama nana është gjithmonë që më ka thonë vullnet, më ka thonë jetë edhe më jep gjithmonë. Gjdo herë nona i ka fjallë të mira, si për mu, si për normalisht për evlat tjerë që i ka dhe 3 tjerë. Ama gjdo herë janë fjallë të mira, janë motivuse, adin, ajo është që më ka najta. Kujti ke në gjati ma shumë? Mu më thonë që jam ka ona e babit, ka babi, ka halla vogël, cilën e përshëndas shumë, më thonë që jam ka këta ma shumë. E tash që u kry shpia, rani martesus që shpo mbetet? Alloj, bleru, dhe në kismet. Nuk e kam nëjësën për gutë, derin kismet. Pra, beqare je? Po, beqare jam. Gjithë kjo vajzë, maj? Shka me bajtë? Qa ka ndodhë diçka? Krejt qikat e mira single, pse kështu? Gëdja po tutën ata djemë të shko. Diçka duhet me pas këtu. Po ndalim edhe pak të prindrit, me që se i ke pas edhe në klipin tënd, një kongë, në fillim edhe kur të prezentova, ta shtë kongë të tua, arrin me i prek shumë njerëz, sepse janë temat të tilla që gjithkush prej familjeve tona ka dikë që jeton jashtë vendit për rrethana të ndryshme. Besa ke bo edhe kongë dedikime enkas, po ato dhe flas pak më vonë. Më fol pak për eksperiencën e prindërve në klip. Pa të fështirë me i bimë. Jo, ngam, prind i kum pas edhe me një videoklip tjetër. I kum pas para 1 vjet e gjysë kështu, ka një kongë për Bajram, edhe kisha shumë të qef një pas. Se thesha, i kam kujtim të një jetën, edhe thesha sa e marrë dikant tjetër ma mirë i marrë printe me. Këtë kongë vleron realisht... Atë lipën pare. Atë lipën pare për me arë klip. Unë ju ja vetë. Realisht, kur ja kom njësë që të kongë, s'kom pas me lansuna i kongë tash, adin, se thesha mos përbomit të tepër të nkohen me kësi tema, nana u kanë ajo që më ka thonë. Edhe unë e bleron për ndryshe i shrujt tekstet vetë, vjetë melodike i boj vetë, edin. Edhe nana mund tek një natë, tha, pse bre bleron s'pe ba një kongë për Ramazan? Thash ka me ba një, thash ka me ba për djemt edhe për qikat, edin. Thash se dyqysh veç djemt janë të i përmen, na thash shka jena, abëdin, realisht edhe na jem për prind ma shumë ka një herë, abëdin me do raste. Jena ma që ju rina ma ofër, ma ashtu. Edhe thash, ka me të premtu që ka me e shkrujt. Edhe kom shku bleron për me ra me flajt, gjithmonë më vinë ato fjallët, kur bi me flajt, është interesant, emocionona shumë. Se nuk kom qef me më po printe me asë njerë të kajt. Pra vendos me qenë vetë dikuna? Do me thonë jam që kam qef me konë në ndhom vetë, edhe që aty inspirona më binë do fjallë në rmenë, më binë fjekat e prindve, adin edhe që aty inspirona. O jam inspiru realisht për këtë temë. Tirin resht e ke kështu ma të pëlqyshëm, që të prejkë më shumë. Cili resht? Ata kënaj? Hajde, po, edhe ma mirë. Nëse kam naj nga trejsë më falni se... Hajtë, moj me gjithat zo që e ke. Sonte po m'djegë mali, e zemra po m'qan, mu kanë qoru syt, ty be për qa djall, hana u erësu, djeli mos vonzen,
O kam djegët shpiriti për qatë që i kanë tem. Ramazani erdh e ju në gurbet, bile për bajram, mos n'alini vet. Asa e bukur, shumë e bukur, shumë emocionuse kjo. Faleminderit. A keni ju dikë shumë të afërt familjes që ju mungon ju mungon çdo ditë në fakt, po kur janë këto festat, ai malli është më i madh. Motrat edhe tezat, që i përshëndes shumë realisht se jam shumë e lidhur me to, edhe familjarët e nanës i ka ma shumë, edhe të babit janë, ama normalisht mungojnë shumë. Motrat? Shumë ti motrat. Motrat, sigurisht. Dëgjojeni shpesh, a vinë shpesh? Po, shqyr zotit, po, edhe takohemi shpesh, shkojmë, vinë, me ato të madhen pak ma rrallë, se i ka 2 fëmijë, edhe është pak ma problem, edhe a me këtë tjetërën po pak ma shumë. Vështira, gjithë to kanë shumë e bukur që të emocionon, po në fakt ti me karierën tënde dhe me vendet ku ke këndu, këtë rol pak e ke pas, me emocionu të tjerët, sidomos kur flasim për atë që dedikohet veç për qiken, veç për kanagjeqin e vajzës, ato i ke specialitet, po më duket, Tregojmë pak eksperiencat që kalon me, a është e vështirë me i këndu, a është e vështirë me i pa duke qajtë, duke mos u përmbajt prej emocioneve. Realisht, Bleron, kur hija din për me knu atë pjesë, unë e fokusona më veç atë, edhe normal. Mas shumë ti që më prek, është kur i knaj për nanën, edhe kur është një fjallë që apëdin duesh me amar halalin, është tepër emocionuse kjo. Edhe nuk është që, unë e fokusona veç të pjesa e kongës, edhe nëse menoj që unë kam hi edhe kam e kajt atë, atëherë nuk ka kur s'mune as me një. Jo, as me knu. Amo kaloj shumë mirë, i maj halo ato pjesa bëdin të kanës, edhe pse tash jam mas shumë ti për pjesën e dasmave, që i mbaj komplet, amo ka dhe prej atynve që më thirin edhe veç për pjesën e kanës. Po, ka njëherë nuk kena edhe shumë ko me marrë, edhe realisht këtë pjesën e kanës ka me citu gjithmonë, edhe kur ja kom njësë, one këtë pjesë është moj me qujtë 11-12 vite, që ja kom njësë veç pjesën e kanës që ja kom knu veç on vetë, veç me mikrofon, pa orkester, pa asë një sen, pa asë një instrumental, edhe unë jam ajo që e kom fillu, okej, janë konë këto traditat, gjithmonë të nadin, po janë konë kur janë të bugratë, shikat, i kanë knu krejt bashkë me një zonë ashtu, ama nuk kom po asë një këngtare që e ka bo ekstra me shku, mas një krejt ja ka njësë, kështu që i përshëndes po që suksese krejt. Apo duket që po e bojnë mirë? Po, i tash se cila në ato të vetëm, Bleron, abëden, këto janë pak që duesh me lëshu emocion. Jo të jetu e menu atë pjesë po hi, po kënoj shpejt ta kry, abëden këtë farë pjesë dhe ta kry ceremonien e kanës sa ma shpejt, se nashta ka dhe emocione. Kështu po ti duesh me lëshu ato emocionet që ajo me ndi që atë emocion. Aden, unë i lëshoj në ekstrem emocionet për atë pjesë. Ti për vete e kishe bu një natë stil për ditën tënde, për natën tënde? Kujt ja kishe besu me këndu? O, Bleron. Se vështirë vetës. Kur se komenu, pasha zotin, asë njëherë, nuk e di. Që janë motrat me këndimin, ose dikush nga familja, nanës? Motra dytë realisht, paka shumë, i tham ka njëherë, pse nuk e ke vazhdu me mua den, e ka një farë talenti, ama nuk ka dosht, ashtu. S'ka pas qef, se realisht, unë e Bleron edhe para se m'ja fillu me këtë pjesën, kër e kom përfundu pjesën e kanës, unë e kom pas edhe një grupë për defa me qikat. Po, edhe kom qef prap me bo kur nuk i dihet, pse unë e defit im shoj perfekt. A po, a? Perfekt. Qysh s'kemi dit me marrë një ashtu. Edhe e kom pas grupin për dasma që janë shku qikat e krejt, se kom asë njëherë se kom kalzu këstorje. E kom pas edhe kom qef prap, se kom qef mi ushtru gjdo qika vëdin për def ashtu, se është tradite jona, edhe pse jo, adin. E kom pas edhe grupin për defa, u kanë edhe motra jam bashkë jena kanë, kom pas edhe qika tjera, cilat i përshëndes shumë. A kemi shumë nga kanë të defave? Ka shumë, a? Shumë. Diqysh, edhe nëse menon që kemi harru, adin, dëbin vetë ju nërmen, që me një herë, automatikisht. Si ta ban një fargoj dhe një farashto, direkt bin nërmen. Amo ka, shumë ka, vala. Ti me i bot gjitha këto, pra ti
nga aspekti zhanreve me i këndu të gjitha, po për qef, kështu, qka ke në një prej zhanreve, ose qëfar lloj muzike, në një ditë si kjo, për shembull, me shi që ki qef veç me u mbyll brenda. Valla Bleron, normalisht baladat shkojnë. Baladat shkojnë me shiun e vërtet. Nëse ti mas miri ki me kon, apo den s'ki kur gjo heq, apo den as një farë loj mërzia, s'kur gjo, vetë vetio që ke koha me shi, e lëshon një farë mërzia. Cila balad po të vjen mend për momentin? është një balad që unë e kam shumë për qefe edhe e kam shkrujt me qef atë balad. Këto shkrimet i bazon në ndjenja të tua, në histori të tuat, apo? Falla Bleron, realisht, se cili njeri ka një histori. Edhe më ka rosh shumë e nejt me njerëz edhe se cili ka kalzuna historit veto, normalisht edhe unë jam njeri edhe unë... Edhe unë djeje mërziteve. Normalisht edhe pak të une, pak dikun tjetër edhe tani të bozë, shtë të bodë kom që... Hajtë dëgjoj një herë qka ke shkrujt të kjo balada? Peknoj refrenin. Ndërko që ashtu e kënoj edhe strofa, nuk është naj problem. A e din, sa m'ke mërzit preja dit, që kur ke ik edhe në ndër, jom të t'prit, mos po m'vjen a i në ato shpirt, i kja jote, ka vra që sanet, du me t'pa mali shpirtin, po ma djek, po du dorën me ta prej. Sa e bukur. Nuk preferohet për persona me zemër të thyer dhe që i mungon partneri. A të mungon ty dikush, Maj Bleron? Shtu nga këto të shkuarat që kishe pas qef me rikëthysi? Realisht, qka u konë letmit e shkume. Nuk kom qef ma me këty kryt mrapa se kena me me qatë të gjithë edhe du me hec para për arsyet mas shumë të është për vetën tonë. Që jo me këshyr që ka kalu. Se nëse i shkone mirë kish najt. E vërtet. A beden, sa në të këshia hecin edhe kur gjo kërkojnë ajo për një mësim për jetën edhe du me u pajtu me që ato që ka nasjel jeta. Vinë shkojnë njerë, s'kina që ka me bo, me nalme zërtë kërkan së në nalme. Ka njerë thëmë, a beden edhe vetin, qatë që kur jem, a bëdhen kesh, thojmë, ty be ka njerë edhe vetin, si jam të mujë qitash me nalë, as me duru ka njerë, a bëdhen se vjen një moment që ashtë në adin, edhe ljema me lut dikan. Kështu që se cili njeri që shkan, rruga mari kuft. U knaqa shumë, nuk është që di që e ke emrin Bleron, u vrejt edhe kjo energjia e një të dyjave, falemderit shumë që erë dhe mu ka bo shumë qefi që të kontaku edhe të uroj shumë fat. Falemderit shumë edhe për ftesën, edhe i sholla shihemi gjithmonë për mirë, edhe shëndetet. Të pres kur do herave të tjera për këngë të reja dhe për ndoshta edhe sezonin e verës kur ta kemi pak me muzikë më gjatë, se këto të shkurta, në ale ëmbël. Miq, po ju lënë në vazhdim, faleminderit të dashur, po ju lënë në vazhdim me një historie që